Çfarë ndodhi operacioni Rising Lion, luani në zgjerim? Në orët e para të datës 13 qershor 2025, Izraeli nisi një seri sulmesh ajrore masive kundër Iranit, duke përdorur rreth 200 avion luftarak dhe dron. Operacioni u koduar Rising Lion, luani në zgjerim dhe synoi një gamë të gjerë objektivash, bazat ushtarake, vendet e prodhimit të armëve balistike dhe më kryesorja, tunqet bërthamore iraniane si Natanz, Fordow dhe Isfahan. Në kritikën e tij, kryeministri Benjamin Netanyahu tha se sulmi ishte i nevojshëm për të parandaluar aftësinë e Iranit për të siguruar armë bërthamore në kohë shumë të shpejtë. Raportimet iraniane dhe ato perëndimore konfirmojnë se në disa baza dhe objekte ushtarake janë vrarë figurat kryqe të ushtrisë iraniane. Generali Mohammed Bagheri, shef i shtatmadhërisë së forcave të armatosura të Iranit, Generali Hossein Salami, komandanti i Gardës Revolucionare Islamike, Generali Amir Ali Haizadeh, drejtuesi i programit balistik. Po ashtu janë vrarë të paktën 2 nga zhvilluesit kryesor të programit bërthamor të Iranit, përfshirë Faredun Abbasi dhe Mohammad Mehdi Tahranji. Shkatrimi i projekteve bërthamore dhe të mbrojtjes, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore raportoi se facilitetet e Natanzit dhe ato të tjera janë dëmtuar, por nuk arritje të nivelit të rrezatimit në përputhje me informacionet e Iranit. Objektivat ushtarake përfshinin sisteme radarësh, baza ajrore, fabrika dhe raketave balistike dhe rezidencat e komandantëve, duke synuar të dobësojnë përgjigjen iraniane dhe mbrojtjen e saj ajrore. Së katërti, reagimi i Iranit të operacioni True Promise 3, në mbrëmjen e 13 qershorit 2025, IRGC nisi kundër shpërblimin vendimtar në emrin True Promise 3, duke lëshuar më shumë se 150 raketa balistike dhe mbi 100 dron kundër Izraelit. Sistemi i mbrojtjes izraelite Iron Dome dhe mbështetja amerikane ndihmuan Izraelin të interceptojë shumicën e raketave, por disa preda kanë goditur zona të banuara, duke shkaktuar dëm strukturor dhe të paktën 40 të plagosur, midis të cilëve 2 persona në gjendje kritike. Pasojat brenda dhe jashtë Izraelit, aeroporti Ben Gurion u mbyll, ndaloi trafikun ajror, ndërsa mijëra rezervistë u mobilizuan për të mbuluar kufijtë dhe zonat urbane. Autoritetet izraelite këshilluan qytetarët në strehimore të shndrojnë në gatishmëri, ndërsa kabineti mbrojtës shpalli situata të veçanta. Reagimi ndërkombëtar dhe diplomatik, SBA distancohej zyrtarisht nga sulmet, megjithse ofroi mbështetje defensive për Izraelin dhe intervenoi me mbrojtjen e vet ndaj një pjese të raketave iraniane. Kancelarit perëndimore, SBA, Britani, Francë, Rusi, Kombet e Bashkuara kërkuan uljen e tensioneve, ndërkohë Këshilli i Sigurimit mbajti seancën e jashtëzakonshme. Një numër vendesh muslimane, Arabia Saudite, Turqia, por edhe Italia në Europë dënua sulmet dhe paralajmëruan për rrezikun e eskalimit rajonal. Rreziku për një konflikt më të gjerë. Analistët paralajmërojnë se kjo përplasje mund të shndërrohet në luftë të gjerë në lindjen e mesme. Kërkesa është për qasje diplomatike, por plani i Izraelit për vazhdim të sulmeve kërcënuese sa të jetë nevojshme sipas Netanyahut për bën eskalacion të qartë. Vendi i SBA-s është kyç, duke qenë mbështetës kryesor i Izraelit, por edhe duke kërkuar negociata për çështjen bërthamore me Iranin, duket se këto bisedime janë pezulluar për kohën e përshkallëzimit. Efektet ekonomike dhe energjetike. Çmimet e naftës u rritën me 7% pas përplasjes për shkak të frikës për sigurinë e furnizimit. Tregjet globale reaguan me paqartësi, veçanërisht në tregjet e investimeve dhe komandat e kohës për krizën ndërkombëtare. Çfarë mund të presim në vijim? Përpjekje diplomatike, mbledhja e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe reagimi i fuqive globale mund të krijojë rrugë për ndërmjetësim. Sulmet të mundshme të reja. Netanyahu deklaroi se do të vazhdojnë sulmet sa të jetë nevojshme. Rikthim në dialog bërthamor, bisedimet me Iranin janë ngrirë dhe ky konflikti thellon hendekun diplomatik. Në këtë moment, gjendja është kritike dhe e paparashikueshme. Konflikti mund të bëhet i gjatë e i rrezikshëm për gjithë rajonin dhe për tregjet globale, do të jetë nevojshme të ndiqni me ngushtë raportimet ndërkombëtare.